Sugjej fande për ftesën. Çfarë po ndodh me ekonominë aktualisht, kur të gjithë në një farë janë të fokusuar ka politika, ka zgjedhjet lokale, ka balotazhi dhe ka formimi apo jo i qeverisë së re të ardhshme të Kosovës, ka gjykata kushtetuese, apo flet kush për ekonominë? E keni pa një pyetje të qelluar që agenda politike e vërtetë është duke e ngulfat ekonominë e vendit në këtë drejtim shumë më tepër flitet për çështje politike në veçanti, fokusi është tek zgjedhjet e nivelit lokal, zgjedhje të cilat po ndodhin në kohën kur nuk kemi krijim të institucioneve të votës 12 shkurtit të vitit 2025, një goditje që vërtet po rëndon jo vetëm ekonominë e vendit, po edhe jetën e qytetarëve të Kosovës, aty ku nuk ka institucione, nuk ka funksionalitet, nuk ka përgjegjësi, qoftë individuale, qoftë institucionale, dhe në këtë drejtim fati më i madh që e ka Kosova kur flitet për ekonomi, është që ka një sektor privat të zhvilluar, apo një sektor privat që ka bërë shumë hapa më shpejt dhe më të avancuar sa politika, dhe kuptohet e kemi një diasporë që ka qenë, është dhe si duket do të mbetet gjatë një arterie e funksionimit të shtetit të Kosovës. Është vërtet paradoksale që të kalojë një kohë gjatë të mos kemi institucione. Kjo dëshmon faktin që në Kosovë definitivisht shumë më tepër luftohet për pushtet, sa për shtet dhe për interesat qytetarëve, nuk kanë guxim dhe gatishmëri ta kuptojnë rëndësinë e dy termave që janë shumë të rëndësishëm në politikë, termi sakrificë dhe kompromis në interes të shtetit. Prandaj sot vërtet janë të barikaduar, Kosova është në një stihi e cila vërtet është në një ramje që shumë pak kontrollohet nga shteti, por vetëm aty ku ka financa menaxhohet nga shteti. Prandaj çdo ditë e humbur për Kosovën vërtet do të jetë me pasojë negative në të ardhmen. Nuk e kemi vetëm buxhetin, kemi shumë sfida të shumta. Para mendoni ne jemi të vetmit që nuk jemi pjesë e është afektuar direkt te zoti Xhaliu, pra që nga 10 shkurtje, pra me 9 prill ishin zgjedhjet, 10 shkurti kur pastaj ishte ajo stërëzgjatja e numërimit të votave dhe pastaj çështja e mosfunksionimit të vendit të Kosovës për një kohë të gjatë deri me tani që s'ka ende pra qeveri të re. A ka pas efekt negativ apo thjesht nuk është vërejtur, s'ka pasur as pozitiv as negativ, thjesht ka vazhduar situata njëjtë në mënyrë kështu. Në aspektin e ekonomisë po flasim. Se sa ka qenë negative është fakti që Kosova nuk është pjesë e ndarjes së fondeve të destinuara për Ballkanin Perëndimor, që është një cifër afër 808 milion euro, janë të goditura në veçanti sektorit vitalit funksionimit të shtetit, por edhe ekonomia e Kosovës. Vlen të theksohet që 613 milion euro janë projekte të pezulluara, janë dy procese paralele që e ndihmojnë çdo shtet, janë fondet IPA 2 dhe IPA 3, ku Kosova ka humbur afërsisht afër 580 milion euro dhe janë tri fusha substanciale për funksionimin e shtetit që janë të goditura në mënyrë të drejtë për drejtë. Kemi mjedisin që është dëmtuar do të thotë me 350 milion euro, kemi energjetikën që është dëmtuar me 114 euro dhe kemi 114 milion euro dhe kemi aspektin kulturës që ka qenë në fokus të mbështetjes nga donatorë të ndryshëm që është e goditur me 15 milion euro. Po e shihni që ka shumë marrëveshje të cilat nuk janë të ratifikuara dhe besoj jo vetëm Kosova, por shumë shtete të Ballkanit Perëndimor nuk e kanë këtë lukë dhe këtë komoditet të eksperimentohet me shtet, të mbesin këto mjetet të pashfrytzuara. Shumë prej tyre kanë afat skadence që nuk do të mund të jenë prapë të destinuara për Kosovën dhe besoj që për një gjë të tillë duhet dikush të jap llogari, sepse për shtet duhet të bëhet më tepër se sa të flitet dhe kjo duke munguar Kosovës. Kur krejsa i shtohet edhe aspekti intern që ka të bëjë me buxhetin dhe me menaxhimin e paras publike, besoj që janë trauma që do t'i përcjellin edhe gjeneratat që do vinë të ardhmen, sepse vërtet është një situatë pa kuptim. Çka jep peshë më të madhe kësaj pakuptimi në Kosovë është fakti që shumë politikanë, po edhe shumë analista e marrin si arsyetim që kinse edhe Gjermania, edhe Belgjika, edhe Holanda të kaluarën kanë pas një kohë të gjatë apo një vakum pa institucione, po si mund të krahasohet Kosova me këtë do të thotë funksionin të shtetit, me këtë ekonomi të brisht, me ato shtete të cilat e kanë një traditë, e kanë një stabilitet dhe në fund të fundit çdo kryeministër apo çdo president i shtetit që largohet nga troni qeveritar
drejtar nga këto shtete i merr vetëm këshilltar personal dhe administrata publike funksionon në mënyrë perfekte në bazë të një kontinuiteti e në Kosovë çdo gjë fillon nga zeroja. Prandaj besoj që sot me këtë situatë të krijuar shumë më tepër po ushqehen kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, armiqtë e Kosovës, sesa që frytet e lirisë e të shtetit pavarur po i shjon qytetarët dhe biznesi i Kosovës. Zoti Kërxhaliu e përmendet shkarazi pak çështjen e buxhetit të Kosovës është një çështje tjetër që mund të jetë në vazhdim e këtyre pasojave milionësh që i përmendet për shkak të vakumit institucional dhe çështjes së moskrimit të institucioneve. Çka ndodh nëse buxheti i vitit 2026 nuk arrin të miratohet? Çka saktësisht e pret Kosovën në terma krejt real? Unë besoj që do dominojnë ndërgjegjat e shumë politikanë të jemi të vonuar definitivisht, sepse dëgjimet buxhetore fillojnë që nga marsi. Janë disa faza që duhet kalohet dhe merr shumë kohë. Absolut, dhe këtu jemi shumë të vonuar.